Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore në hyrje të puntatës së ditës së sotme. Unë prezantova në puntatën e sotme do të kemi të ftuar dy miq mjaft të veçantë, pastor Angelo dhe Veronika Kila, së bashku me pastor Urtanin. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Ciao, benvenuti in radio. Buongiorno, Dio vi benedica, grazie. Dita Zoti ju bekoft, faleminderit për ftesën. Dio benedica a tutti quanti che stanno adesso ascoltando questa radio. Zoti ju bekoft gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment në radio. Siamo molto felici di essere qua. E jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Dhe unë ju falenderoj vërtet shumë që mes gjithë angazhimeve gjetët kohën për të qenë pjesë e programit edhe për të ndarë më tepër nga historia juaj. Prandaj për gjithë ata që janë duke na ndjekur, mund të ndani diçka më tepër për veten tuaj, si lindi thirrja juaj për të shërbyer Zotit dhe si përfundoi e gjitha nga Ekuadori, nga ju vini më pas në Itali si misionar. Raccontateci un po' di voi, come è nata la vostra chiamata a servire il Signore e come siete arrivati all'Ecuador, dall'Ecuador in Italia come missionari. Allora posso dire che niente è per caso. Atëherë mund të them që asgjë nuk është rastësi. Dio ha sempre un proposito in ogni cosa. Zoti ka gjithmonë një qëllim mbas çdo gjëje. Per venire all'Italia Për të ardhur në Itali, non era neanche passato per la mia testa. as nuk e kisha menduar këtë gjë. Quindi il padre di mia moglie, Pra babai i gruas time, lui era già in Italia ai ishte tashmë në Itali e così dopo è venuto nel mio cuore, no? Questo desiderio di poter uscire e sperimentare qualcosa. dhe kështu më pas erdhi një dëshirë në zemrën time për të dalë dhe për të përjetuar diçka. In Ecuador avevo tutto e stava bene. Në Ekuador kisha gjithçka dhe isha mirë. Quando sono arrivato all'Italia Por kur arrita në Itali, mi ho trovato a fare lavori, a fare cose che mai avevo pensato. kur arrita në Itali, fillova të gjeja punë që nuk i kisha menduar asnjëherë. Però nonostante le difficoltà mai ha passato per testa mia tornare indietro. Por pavarësisht vështirësive që kisha atje, nuk më erdhi në mendje të kthesha pas. E poco a poco Dio ha aperto le porte per fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Dhe pak nga pak Zoti japi portat që të bëjmë atë që Zoti na ka lejuar të bëjmë tani. E quello che ci mantiene finora è veramente la passione che abbiamo per Gesù. Edhe çfarë na bën deri tani është pasioni që ne kemi për Jezusin. Perché come ha detto mio marito, non avevamo mai pensato di venire in un'altra nazione. Sepse ashtu si tha dhe bashorti im, nuk kishim menduar kur për të dalë në një kombë tjetër. Ma Dio aveva già un piano per noi. Por Perëndia kishte tashmë një plan për ne. Non è stato molto facile, Nuk ishte shumë e thjeshtë, abbiamo iniziato da zero, e filluam çdo gjë nga zero. abbiamo passato tante tempeste, Kemi kaluar shumë themi dallgë, ma abbiamo visto la fedeltà di Dio in ogni cosa. por kemi parë besnikërinë e Perëndisë në La vediamo gjithçka. ancora adesso nella Italia, E tani po e shikojmë këtë në Itali, la vediamo in ogni giorno che fa con le nostre vite personali. e shikojmë çdo ditë që çfarë ai bën në jetën tona personale. Il incoraggiamento è che mai abbiamo pensato di tornare indietro. Dhe kemi këtë kurajon dhe inkurajim nga Zoti që s'kemi dëshirë të kthehemi mbrapa pas. Abbiamo lasciato la comodità Kemi lënë komoditetin perché vi stavamo bene sepse ishim mirë atje per iniziare proprio da zero. dhe për të filluar të gjitha pra nga zeroja. Mio marito era molto conosciuto, aveva un bel lavoro. Burri im ishte shumë i njohur dhe kishte një punë shumë të mirë. Anche io lavoravo e stavo all'università. Edhe unë punoja, isha edhe në universitet, Ma quello che avevamo imparato conoscendo Gesù, por atë që mësuam duke njohur Jezusin, la fede e l'amore uniti, besimi dhe dashuria të qenurit bashk, abbiamo deciso di dire sì edhe vendosëm të themi po, e fare quello che Dio ci ha chiamato a fare. të bëjmë atë çfarë Zoti na ka thirrur të bëjmë.
Mjaft inkurajuese gjithë kjo edhe për shumë shqiptarë që janë duke në ndjekur sepse mund të ndodhen në të njëjtën situatë në jetën e tyre në këto momente. Për më shumë se 20 vjet shërbyet në Napoli dhe momentalisht vazhdoni shërbesën tuaj në Torino. Cilat kanë qenë disa nga sfidat por dhe bekimet më të mëdha për gjatë gjithë këtij udhëtimi? Avete servito per più di 20 anni a Napoli e ora continuate il vostro ministero a Torino. Quali sono state alcune delle sfide e delle benedizioni più grandi durante questo percorso? Sì, noi siamo arrivati a Torino, a Napoli, Po, ne fillimisht vajtëm tek në Napoli e lì abbiamo iniziato il ministero. dhe atje ne filluam shërbesën. Abbiamo iniziato prima in casa, Në fillim e nisëm në shtëpi. facciamo raduni in casa, Bënim takime në shtëpi, incontri e studio della parola in casa, pra takime, studime Biblie në shtëpi, finché dopo la missione derisa misioni, ha inviato una coppia di pastori del Brasile a Napoli pra misioni dërgoi një çift nga Brazili në qytetin e Napolit. e insieme a questa coppia di pastori Dhe së bashku me këtë çiftin pastoral, abbiamo iniziato la chiesa a Napoli. filluam kishën në Napoli. Dopo praticamente un anno più o meno che questa coppia di pastori era a Napoli, Pas rreth një viti që dhe këta pra çifti që ishin atje me ne në Napoli, la missione trasferisce questi pastori a Venezia. pra pas një viti këta pastor transferohen në Venecia. E allora ci hanno fatto il chiamato a noi per rimanere come pastori titolari di Napoli. Atëherë na thirrën ne që ne të mund të ishim të emëruar si pastor në qytetin e Napolit. Noi quando ci hanno messo come pastori di Napoli, Dhe kur na vendosën si pastor të Napolit, noi avevamo quanti mesi di sposati? 9 mesi è stata una sfida molto grande. Noi avevamo 9 mesi appena di sposati. pra kur na vendosën si pastor të Napolit, ne ishim sapo të martuar, ishim rreth 9 muaj që kishim bërë martesën. È stata una sfida grandissima. Edhe ishte një sfidë e madhe shumë. Eravamo molto giovani, Ishim shumë të rinj, appena sposati sapo të martuar pra, e con la responsabilità di una chiesa. dhe kishim përgjegjësi për një kishë. E all'inizio è stato difficile Në fillim ishte e vështirë, perché come eravamo molto giovani, duke qenë se ishim edhe shumë të rinj, appena sposati, sapo të martuar, i problemi che c'erano nella chiesa problemet që ishin në kishë tante volte hanno colpito la nostra famiglia, il nostro matrimonio. shumë herë kanë goditur jetën tonë dhe martesën tonë. Forse per la mancanza di esperienza, Ndoshta për shkak të mungesës së eksperiencës. però poi giorno dopo giorno Por pastaj ditë pas dite, Dio ci ha insegnato, Zoti na ka mësuar, ci ha formato na ka formuar e Napoli è stato davvero una buona scuola per noi. edhe për ne Napoli ka qenë një shkollë e mirë. 20 anni siamo stati a Napoli. 20 vite kemi qenë në Una Napoli, vita. pra gati një jetë. Si, La benedizione più grande bekimi më i madh, è una delle tante një Perché e sono midis state midis shumë bekimeve. è vedere che Dio ha rispaldato noi, Është se si Perëndia ha rispaldato, Sostenuto. na ka pra është se si Perëndia na ka mbajtur ne këtë kohë. Per 16 anni Për 16 vite siamo stati come pastori là kemi qenë si pastor atje. e quando i pastori sono andati via noi dicevamo Dio come faremo noi? Edhe kur ata pra çifti pastoral u largua, ne pagare thoshim le o Zot si do t'ja spese. bëjmë ne, si do t'ja dalim duke paguar Eravamo shpenzimet, pochi, sepse ishim pak senza persona. esperienza, Ishim pa eksperiencë, eravamo giovani, ishim të rinj, ma abbiamo visto la benedizione di Dio e rispaldarci sempre in ogni incontro che avevamo. por kemi parë besnikrinë e Perëndisë edhe se si ai na ka Poi mbajtur ne në çdo nevojë që kishim. E poi abbiamo visto i fratelli come iniziavano a amarci perché eravamo molto giovani. Edhe pam po ashtu njerëzit e bashkësisë pra vëllezërit, se si ata na donin sepse ishin shumë të rinj. E questa è Ishim stata la shumë të rinj. grazia di Dio. Quindi Edhe è stato kjo ishte veramente hiri i una Zotit. grande benedizione avere grazia di Dio affinché loro ci possano accettare come pastori giovani. Ne ka qenë shumë bekim duke qenë se ata na kanë pranuar ne edhe si pastor shumë të rinj. Così al giorno che siamo andati via, Kështu që ditën kur ne u larguam prej i Napolit, fratelli non ci volevano lasciare andare. njerëzit e bashkësisë nuk na donin që të na lëshonin, të na të iknin pra.
Eravamo tristi ma molto felici di sapere quello che avevamo seminato. Ishim të trishtuar, por dhe shumë të gëzuar për çfarë ne kishim mbjell atje. Amen. Jeni, nuk e di, për herë të parë urta në Shqipëri? Jo, Jam për të disatën herë në Shqipëri. Siete per prima volta qua in Albania? No. No. Okej, atëherë kur dëgjuat për herë të parë për Shqipërinë? Nga ajo që unë di paraprakisht dhe në bisedë me Urtanin, mendoj që keni pasur edhe disa paragjykime apo mendime ndoshta ndryshe që këtu realiteti u shfaq komplet ndryshe. Prandaj më tregoni pak për këtë eksperiencë, si ndryshoi mendimi juaj pasi e vizituat vendin tonë dhe çfarë ju ka bërë të riktheheni pothuajse çdo vit. Allora, quando avete sentito parlare dell'Albania per la prima volta, avete alcuni pregiudizi? Come è cambiata la vostra opinione dopo aver visitato il nostro paese e cosa vi spinge a tornare quasi ogni anno in Albania? In realtà non conoscevamo persone dell'Albania. Në të vërtet nuk njihnim njerëz nga Shqipëria. Però avevamo sentito parlare Por kishim dëgjuar të flisnin di alcuni albanesi che stavano nell'Italia për disa shqiptar që jetonin në e Itali, non erano cose buone, por nuk ishin gjëra të mira ato që kishin dëgjuar. erano cose un po' bruttine. Ishin pak të këqija ato që kishin dëgjuar. E quindi sì, c'era certo pregiudizio per l'Albania, Edhe po, ishte pak paragjykim për Shqipërinë, per quello che avevo sentito. për shkak të atyre që kisha dëgjuar. Infatti la prima volta che il pastore Urtan mi ha invitato, Në fakt, për herë të parë kur unë e ftova atë, ho ricevuto l'invito del pastore per venire a una conferenza di giovane qualità all'Albania. pra unë e ftova atë në një konferencë rinore këtu në Korçë, në Shqipëri. Ero contento, però ero spaventato, Isha i lumtur, por dhe i trembur, perché giusto quando lui mi ha invitato sepse në të vërtetë kur ai më ftoi, si ascoltava dappertutto dëgjoj kudo che questa nazione magari del Medio Oriente stavano rapivano i missionari, i pastori, i sacerdoti, lo rapivano e li uccidevano. nuk e di pse, po ai kishte dëgjuar gjëra si të kësaj natyre që në atë periudhë misionarët mund të grabiteshin, mund të vriteshin, nuk e di nga kishte dëgjuar këto gjëra, në fakt po ishte e çuditshme. E quindi quando mi hanno invitato io ho detto, Kështu që ma kur më ftuan unë thash, sarà vero o vorranno farne qualcosa? kjo ftesë është e vërtetë apo do më bëjnë ndonjë gjë mua? Quando ho detto alla mia famiglia di questo invito, Dhe kur i thash familjes time për këtë ftesë, mi dicevano no, meglio di no. i thash më mirë jo, Ma comunque io ho detto, por megjithatë unë thash, io voglio andare. unë dua të shkoj. E ho detto a mia moglie, I thash gruas, vado io da solo, po shkoj vetëm, perché se succede qualcosa, sepse nëse ndodh diçka, sono solo io, non tutti. jam vetëm unë, jo të gjithë pjesëtarët e familjes. E poi io non avevo neanche il numero di telefono del pastore Urtan. Edhe pastaj ai as kishte numrin tim të telefonit. Mi comunicava solo per Messenger. Pra flisnin vetëm përmes Messengerit. E quindi quello mi faceva un po' di senso anche. Edhe kjo jepte edhe pak këtë ndjeshmërinë e gjërave. E infatti quando io sono arrivato la prima volta, Në fakt pastaj kur erdha për herë të parë, io stavo fuori all'aeroporto isha jashtë ad aeroportit, aspettare, pra duke pritur për ne. non avevo come comunicarmi perché non avevo internet. S'kisha Arrivavo. se si të komunikoja, pra dhe s'kisha as internet. Ho detto vabbè, devo aspettare finché loro vengano. E thash, duhet të pres derisa ata të vinë. Poi ho visto da lontano che si avvicinavano 3 macchine. E pastaj pash nga prej që po vinin pra 3 Mercedes. makina, pra ishin Mercedes, një Mercedes, Con i vetri un po' scuro edhe xhama pak të zi. Ke bëri më të vërtetë situatën. e poi da lontano vedo che abbassano il finestrino Edhe pres së largu pash që po hapnin dritare. e il pastore Tani con gli occhiali Më pa mua me syze che caccia la testa e soltanto mi fa. që më pa pra dhe thjesht po më përshëndeste me dorë. Io sono salito in macchina, Pastaj hypa në ma makinë, io avevo paura. po kisha këtë frikën. Ma dopo quello Por pas kësaj,
Dal primo momento che sono arrivato, Që nga momenti i parë që arrita këtu, la mia prospettiva per l'Albania pra perspektiva ime për è Shqipërinë cambiata, ndryshoi, perché mi hanno ricevuto con grande amore e grande gioia sepse më kanë pritur me shumë dashuri dhe me shumë gëzim e mi hanno fatto capire dhe më bën të kuptoj che quello che si dice in giro dell'Albania që çfarë thuhet vërdall për Shqipërinë non è vero. nuk është e vërtetë. L'Albania è una nazione che ama, Shqipëria është një kombë që do, è una nazione che accoglie është një kombë pra që mirëpret Amen. e che ama Dio. edhe që e do Zotin. Amen. Da quel momento mio marito ha detto dobbiamo andare all'Albania perché veramente sono persone meravigliose. Edhe që nga ai moment burri mua më tha që do të shkojmë në Shqipëri sepse janë njerëz të mrekullueshëm. Lui mi ha detto vedrai che ti innamorerai di loro. Edhe më tha që shiko, do të shohësh që do të dashurohesh me atë vend. E io dicevo no, non credo perché io lavoravo con alcuni albanesi nel lavoro. Edhe I thash jo, nuk besoj sepse në fakt unë punoj me disa shqiptarë në punën që Aveva kisha. un carattere un po' così. Edhe kisha një çik karakterin kështu. Ma veramente quando sono arrivata Po me të vërtet kur unë erdha këtu, vi posso dire che ho pianto quando sono andata via. mund t'ju them që kam qarë kur jam larguar, Perché mi sono innamorata di questa nazione. sepse jam dashuruar me këtë komp. Questo amore ci fa tornare ogni anno. Dhe kjo dashuri na bën të rikthehemi çdo vit. Perché l'albanese è un popolo che ancora ha anche quello che non ha ti dà, ti lo dona. Sepse Shqipëria është një komp që edhe atë që se ka prap ta jep, ta dhuron. E questo vale più dell'oro, più del soldi, di quello che si possa avere. Edhe kjo vlen më shumë se ari, se parat dhe ato që mund të kemi. Il valore che hanno per la famiglia, per accogliere le persone. Pra vlera që kanë për familjen, për mikpritjen e njerëzve, Soprattutto quelli che hanno a Gesù. edhe mbi të gjitha ata që njohin Jezusin. Ci fa tanto veramente, ci fa amarli Na bën, ti e, duam, e io ogni volta che sono qua, dhe çdo herë që jam këtu, io dico Dio, se tu un giorno mi chiami qua, e them Zotit, Zot, nëse ti më io thret këtu, sarò molto felice di stare do qua. të jem shumë e lumtur të qëndroj Perché këtu, amo questa nazione. sepse e dua këtë komp. Dhe më vjen mirë, ndoshta në na duket në histori edhe pak sa gazmore, por në të vërtetë ka Sembra shumë che- njerëz që përballen me këto lloj paragjykimesh, ndoshta edhe me të drejtë me gjithçka që Tanti që njerëzit dëgjojnë edhe në për informacione të ndryshme në rrjetet sociale dhe kudo tjetër, por që patjetër ne kemi dashuri, kemi mikpritje edhe mbi të gjitha për gjithë ata që e njohin Jezusin duan ta përcjellin dashurinë e tij më së miri tek të gjithë ata që na vizitojnë në çdo moment. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio edhe për të vazhduar bisedën me pastor Angelo dhe Veronika, bashkëshortja e tij. Jesus, I shenjë I madhërishëm Jezus, I shenjë ti madhërishëm Jezus, sa jam bëlësh të embri yt Jezus, fryma jote shuan e tjen time, fjala jote drit për shtegun ti, Jezus të dua, Jezus të dua, të dua.
Jezus të dua, ka qenë kënga që sapo keni ndjekur, kënduar nga Çimi dhe Nisa për të vazhduar bisedën në këtë momente me Pastor Angelo dhe Veronika, të cilët me origjinë janë nga Ekuadori, por prej vitesh janë duke shërbyer në Itali, më konkretisht prej 20 vitesh. Vazhduan shërbesën e tyre në Napoli dhe më pas momentalisht janë duke shërbyer në Torino. Ju shërbeni patjetër së bashku si bashkëshort, prandaj doja të pyes se cili është sekreti për të ruajtur një martesë të fortë dhe një shërbesë të frytshme në të njëjtën kohë. Voi servite il Signore insieme come marito e moglie. Qual è il segreto per mantenere un matrimonio forte e allo stesso tempo un ministero fruttuoso? Sì, grazie a Dio serviamo tutti e due nel ministero. Po lavdi Zotit, falë Zotit, ne punojmë jemi një shërbesë. E io sempre sono stata incaricata della parte della lode e adorazione. Dhe gjithmonë kam qenë pjesë e grupit adhurimit. E adesso anche della parte della intercessione. E tani jam pjesë edhe grupit të ndërmjetësimit të lutjes. E quindi lavorare insieme è meraviglioso. Kështu që të punuarit së bashku është e mrekullueshme. Perché non c'è competizione tra di noi. Sepse nuk ka garë midis nesh. Anzi, è sempre mio marito che mi ha spinta ad andare avanti. Përkundrazi është burim ai që po më shtyn për të ecur përpara. E il segreto Dhe sekreti, direi tanti segreti. në fakt janë shumë sekrete. Një ndoshta. Penso che uno di loro è il rispetto, la pazienza, l'amore. Mendoj që një prej tyre është respekti, durimi, dashuria. E in Corinzi si parla dell'amore, no? Edhe te Korinta si flitet për dashurinë. E l'amore aspetta tutto, l'amore non si inorgullesce. Pra dashuria duron të gjitha, i mban të gjitha. E noi non sono io che vivo per essere felice io. Pra unë nuk jetoj thjesht të jem e lumtur unë. Sino che vivo per fare felice l'altra persona che è con me. Pra nëse jetoj për të bërë të lumtur personin që është me mua. Perché la sua felicità sarà anche la mia felicità. Sepse lumturia e tij do të jetë dhe lumturia ime. Quindi ho imparato che se lui è triste, kam mësuar që nëse ai është i trishtuar, do jem e trishtuar edhe unë. Se io sono felice, nëse unë jam e lumtur, sarà felice anche lui. Do të jetë i lumtur edhe ai. E questo abbiamo imparato con il tempo. Dhe këtë kemi mësuar me kohën. Perché hanno avuto tante difficoltà nel Sepse ministero, kemi matrimonio. pasur shumë vështirësi në shërbesë, në martesë. Ma con l'amore di Dio, por me dashurinë e Zotit, abbiamo impariamo ancora perché kemi mësuar dhe vazhdojmë të mësojmë akoma. Abbiamo ogni giorno bisogno di imparare. Sepse kemi çdo ditë nevojë të mësojmë. E questo ci ha portato ad andare avanti. Dhe kjo na ka bërë që të ecim përpara. Sì, noi anche da Napoli lavoriamo sempre insieme al ministero. Edhe në Napoli kemi shërbyer së bashku, kemi qenë së bashku pra në shërbesë. Siamo stati tutti e due consacrati come pastori. Jemi të dy të vendosur si pastor. Sì, anche mia moglie non gli piace stare davanti. Edhe po, gruas time nuk I pëlqen të qëndroarit përpara. A lei gli piace sempre lavorare dietro le quinte. Pra asaj gjithmonë I pëlqen të punojë mbas skenës. Però io dico no, tu devi stare a fianco a me. Unë I them jo, ti do të punosh për krah meje. Devi camminare insieme a me, non dietro di me. Pra duhet të ecesh së bashku me mua, jo pas meje. Perché camminando insieme, sepse duke ecur së bashku, mano della mano, pra dorë për dorë, è che possiamo avere la vittoria. Që të mund të kemi fitore. Possiamo sconfiggere qualsiasi insidia dell'nemico. Të mundim çdo gjë të armikut. E quindi kështu që ogni volta che lei dice no, non me la sento. Sa herë që ai thotë jo, nuk e ndjej kështu. Io dico no, vai. Unë them jo, ec. Lui mi spinge. Ai më shtyn. È un segreto perché il matrimonio vada bene. Është një sekret që martesa të jetë mirë. Mi viene alla mente una cosa che diceva. Më vjen në mendje diçka që thoshte il pastore che prima era presidente della nostra missione. Pra, më kujtohet një fjalë që ka thënë ai që ka qenë përpara themeluesi. Pra çka ka thënë themeluesi I misionit tonë në Itali. Lui si chiama Guido San Giorgi. Ai quhej Guido San Giorgi. Adesso non è in Italia, adesso è in Brasile. Tani nuk është pra në Itali, por është në Brazil me gruan e tij. E lui diceva per maniera di scherzo. Edhe ai thoshte në një mënyrë kështu për shaka. C'è un segreto perché un matrimonio dure per sempre. Ka një sekret që martesa të shkojë për gjithmonë. E lui diceva
la moglie deve essere muda o il marito deve essere sordo. Thoshte ose gruaja do të jetë me mece ose burri do të jetë shurdh. E il matrimonio dura per sempre. Dhe kështu martesa shkon për gjithmonë. No, però io credo che Io, non besoj, c'è un pra. segreto. Pra mendoj që nuk ka një sekret. Quando Cristo sta in mezzo Kur al Krishti- matrimonio, Pra kur Krishti është në mes të martesës, se può superare qualsiasi difficoltà, mund të kalojmë çdo lloj vështirësie, per più dura che sia. sado e fortë jetë ajo. Perché è Cristo Sepse është Krishti, colui che ci fortificherà ai që do na forcoj, e colui che ci porterà avanti. edhe ai që do na bëjë ne të ecim përpara. Perché alla stessa maniera come Cristo ha amato la Chiesa Dhe në të njëjtën mënyrë, ashtu si Krishti ka dashur kishën e si ha dato se stesso per la Chiesa, dhe e dha veten e tij pra për kishën, nonostante noi abbiamo fatto di tutto e di più, pavarësisht se ne kemi bërë të gjitha më tepër, Lui ci ha amato comunque, ai na ka dashur sido që të jetë. è quello il segreto. Pra ky është sekreti, Amarsi davvero, të duhemi vërtet. non solo emozioni, Jo vetëm emocione, ma amore sincero, por dashuri e sinqertë, perché l'amore sepse lo può tutto. dashuria bën gjithçka. Shumë e vërtet. E vërtet. Edhe sidomos këto janë mesazhe shumë të rëndësishme për questi gjithë të rinjt, sono të messaggi cilët molto ndoshta duan të hedhin një hap kundrejt martesës. che vogliono fare un passo. Edhe me qënë se përmenda të rinjt, ju këtu keni erdhur me një grup të rinj nga kisha juaj, sa e rëndësishme është investimi tek brezi i ri dhe çfarë shpresoni që ata të përjetojnë përgjatë këtyre ditëve vizitë në Shqipëri, më konkretisht edhe pranë kishës Fjala e Jetës. Siete venuti insieme a un gruppo di giovani della vostra chiesa e quanto è importante investire nella nuova generazione, cosa sperate che questi giovani possano vivere durante questa visita in Albania? È molto importante insegnare alla nuova generazione, È shumë e rëndësishme të mësojmë brezin e ri, insegnarle chi è il nostro Dio. pra ti mësojmë kush është Zoti ynë. Una delle cose che è successo in Israele, Një nga gjërat që kanë ndodhur në Izrael, Israele quando ha entrato in Egitto pra Izraeli kur u fut në Egjipt, conoscevano al Dio, pra ata njihnin Perëndin, il Dio potente, Perëndin e il fuqishëm, Dio che ha fatto miracoli, Perëndin që bëri mrekulli, il Dio che ha fatto tante cose, pra Perëndin që bëri shumë li gjëra conoscevano. dhe e njihnin. Quando sono usciti dall'Egitto Kur dolën prej Egjiptit e hanno iniziato a camminare per il deserto, dhe filluan të ecnin në përshkret të tjera, è nata una nuova generazione. atje lindi një brez i ri, Ma sai, sembra come che questa nuova generazione por duket sikur ky brez i ri non conosceva bene al Dio della prima generazione. nuk e njihte mirë Perëndin e brezit të parë. Per che motivo? Për çfarë arsye? Perché la vecchia generazione non li ha fatto imparare. Sepse brezi i vjetër nuk ju dha atyre mësime. È necessario che i nostri giovani Pra është e rëndësishme që të rinjtë të tanë sappiano chi è Yahweh Jireh, të dinë kush është Jehova Jireh, sappiano chi è Yahweh Rafa. të dinë kush është pra Jehova Rafa. È necessario farli comprendere le esperienze che noi abbiamo avuto con Lui. Pra është e rëndësishme të dinë eksperiencat tona që ne kemi pasur me Come Perëndin. Dio si è manifestato nella nostra vita. Pra si Perëndia është shfaqur apo manifestuar në Come jetën noi tona. abbiamo imboccato Dio Si ne kemi thirrur Perëndin e Lui ha risposto. edhe ai është përgjigjur. Loro lo devono imparare. Pra ata duhet ta mësojnë. E è quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Dhe atë që ne duam t'i transmetojmë pra të rinjve tan, Per noi non è un peso. për ne nuk është një peshë e rëndë. E se noi dobbiamo spendere per loro, Pra nëse ne duam të shpenzojmë për ta, noi sappiamo che non è niente perso. pra e dim që asgjë nuk kemi humbur, Perché quello che noi spendiamo oggi sepse atë që ne shpenzojmë apo investojmë sot, è una semina che stiamo facendo, është një farë që po vendosim, che domani që nesër raccoglieremo da questo. do ta korim atë. E noi aspettiamo Dhe ne presim che loro, që ata con la nostra esperienza, me eksperiencën tonë possano crescere mund të rriten e fare le loro esperienze. dhe të bëjmë po ashtu Come già lo eksperiencën e stiamo tyre. vedendo adesso. Siç po e shohim tani. Amen. In questa nuova generazione
per noi è meraviglioso vederli che da piccolo iniziano a pregare e a cercare Dio. Pra në këtë breztëri është e mrekullueshme të shohim se si ata kanë filluar të kërkojnë dhe të luten Zotit. Infatti sono i primi a arrivare ai nostri incontri di preghiera. Në fakt janë të parët që vinë në takimet tona të lutjes. E stiamo insegnando a loro Dhe po i mësojmë atyre, di amare a Dio non per quello che possa dare Dio, pra ta duan Zotin jo për atë që do marrin nga Perëndia, ma per quello che Dio è. por për atë që Zoti është, Perché quando c'è o non c'è, sepse kur është ose Dio è sempre lo stesso. pra Perëndia është i njëjti. Dio non cambia mai. Zoti nuk ndryshon asnjëherë. Kur Lodarlo nel momento dell'abbondanza, ta adhurojmë pra, ta lavdërojmë në kohë bolleku, lodarlo quando non c'è nulla, ta lavdërojmë kur s'kemi gjë, come dice il salmista, loderò all'Eterno in ogni tempo, pra si thotë edhe psalmisti që ta lavdëroj Zotin në çdo kohë. la lode sua sarà sempre nella mia bocca. Pra lavdërimi im do të jetë gjithmonë në gojën time. E questo noi vogliamo trasmettere a loro. Dhe këtë ne E duam quindi t'i vale la transmetojmë pena atyre. Pra, gastarsi per loro. ja vlen pra të investosh për ta. Patjetër, shumë e rëndësishme madje. Si e molto importante. Gjatë këtyre ditëve do të zhvillohen kampe për fëmijët, ungjillizime, por edhe një takim për çiftet. Çfarë mesazhi keni për zemër për ndarë me njerëzit që ndoshta po na dëgjojnë në këto momente dhe mendojmë pse mund të mos marr pjesë edhe unë në këto takime dhe pse të mos inkurajohem më tepër. Çfarë do të thoshit për këta persona, por edhe për njerëzit që do të jenë pjesë e takimit? Sì, allora, in questi giorni si svolgeranno i campi per bambini, evangelizzazioni o un incontro per le coppie. Qual è il messaggio desiderate risvolgere alle persone che si stanno ascoltando e che forse stanno pensando di partecipare in questi incontri che abbiamo adesso? Una delle cose che desideriamo trasmettere Një nga gjërat që ne duam të transmetojmë è che Dio è vivo, është që Perëndia është i gjallë, che Dio esiste, që Perëndia ekziston che non c'è niente impossibile per Lui, dhe që nuk ka asgjë të pamundur për të. che Dio è un Dio che sa ricostruire, Që është Perëndia që di të rindërtoj, che Dio è un Dio che sa guarire ogni ferita, që është Perëndia që di të shërojë çdo plagë, che è un Dio che sa trasmettere quell'amore, që është Perëndia që di të transmetojë dashurinë e tij, che Lui non si è dimenticato di noi, që ai nuk na ka harruar ne, che tante volte l'uomo dice perché Dio non mi ascolta, sepse shumë herë njerëzit mund të thonë pse Zoti nuk më dëgjon, dove è Dio? ku është Perëndia? Ma in realtà non è che Dio si è dimenticato da me o che Lui non mi ascolta, Por në të vërtetë nuk është se Perëndia nuk na ka dëgjuar, è semplicemente che noi umani Po- siamo noi che ci dimentichiamo da Dio. por ne njerëzit jemi ne ata që harrojmë Perëndin. Ma ciò che vogliamo dire, Për atë që do të themi, Dio è sempre lì Perëndia është gjithmonë atje e è pronto ad ascoltare dhe është gati për të na dëgjuar e a dare risposta dhe për të na dhënë përgjigje a quelli che lo chiedono. për ata që e kërkojnë atë. Perché la sua parola dice, Sepse fjala e tij thotë, cercate e troverete, kërkoni dhe do të gjeni, bussate e Trochisni. sarà aperto. trokisni dhe do t'ju hapet. E quindi vogliamo dire alle persone, Dhe prandaj do t'ju themi njerëzve, non smettere di cercare mos ndaloni së kërkuari e bussa continuamente, dhe trokisni vazhdimisht, perché Dio è sempre lì. sepse Perëndia është gjithmonë atje. Amen. Trasmettere anche i bambini che anche se sono piccoli possono parlare con Dio. T'ju transmetojmë po ashtu dhe fëmijëve që edhe pse janë të vegjël mund të komunikojnë me Zotin, Che loro possono cercarlo in qualsiasi momento. që ata mund ta kërkojnë Zotin në çdo moment. Ieri abbiamo avuto un'esperienza con una bambina Dje patëm një eksperiencë me një fëmijë e io le ho detto che cosa vuoi? e i thash çfarë dëshiron? E le ho detto tutto quello che tu vuoi, tu puoi parlare con Dio. E i thash çdo gjë që ti kërkon, dëshiron, mund t'i flasësh Il Zotit. suo cuoricino li batteva così forte. Edhe ishte sikur zemra e saj rinte kaq fort. E è stato molto bello perché io ho pregato affinché lei possa conoscere a Dio come un amico. Edhe ishte bukur. Si possa innamorare e conoscere a Dio come un amico. Ishte bukur sepse po lutesha për të që atë mund ta njihte Zotin si ta kishte një mik. E questo è quello che vogliamo trasmettere ai bambini. Dhe këtë duam që t'ja u transmetojmë dhe Che loro fëmijëve. possono parlare con lui in qualsiasi momento. Pra që mund të flasin me atë, come me lo fanno Zotin, con noi. në çdo moment, siç flasin me ne. E
che vi lascio il Salmo 121 che dice alzo i miei occhi verso il monte da dove verrà il mio soccorso. Dhe i lë Psalmi 121 që thot unë ngre syt nga malet, nga do të më vijë ndihma. Il soccorso viene dal creatore del cielo e della terra. Edhe ndihma vjen nga ai që ka bërë qiejt dhe tokën. Amen. Amen. Unë ju falenderoj për këto fjalë inkurajuese dhe nuk e di nëse në fund keni diçka apo një fjalë shpresë inkurajimi për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente, duke qenë se po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio. Grazie per i vostri incoraggiamenti e alla fine, siamo alla fine del programma. Quale parola di incoraggiamento o di speranza vorresti lasciare agli ascoltatori di questo programma? Io vorrei lasciare un versetto. Unë do doja që të lija një varg biblik. Giosuè 1:9. Josueu 1, pra kapitulli parë vargu 9, Dio disse: Perëndia thot, sforzati ad essere valente. devo vedere un po' questa qua. Sì, lui dice: sforzate ad essere valente, non avere paura. Pra je trim dhe ki guxim. Sì, non te smarrire, perché io sono con te. Do ta lexojmë pra nga Bibla, i cili thot pra a nuk të urdhërova unë, thot je i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Sì, quindi il Signore dice sforzati. Pra ai thot je i fortë. E a volte le persone vogliono tutto facile. Pra shpesh njerëzit duan të gjitha të kenë të lehta. No, Dio dice sforzati. Por Zoti thot sforcohu në kuptimin Tu devi essere valente. ti do të jesh trim, Non guximtar. mollare, Mos u anko, perché il Signore dice io sono con te. sepse Zoti thot unë jam me ty. Io sono con te. Unë jam me ty. Quindi ai nostri ascoltatori Pra dëgjuesve tan, voglio lasciare questo. dua t'i le këtë, Sforzati. pra sforcohu në këtë drejtim, Dio è lì. pra forcohu, Zoti është Lui atje. sta ascoltandoti. Ai të dëgjon ty. E infatti Geremia 33 dice: Jeremia 33, invocami e io ti risponderò. më kërko, pra dhe unë do të përgjigjem. Quindi Dio aspetta solo che noi apriamo la bocca, Kështu që Perëndia pret vetëm që ne të hapim gojë, parliamo të flasim e lui risponderà. dhe ai do përgjigjet, Qualsiasi sia il problema. pavarësisht çfarë është problemi. E secondo la tua fede sarà Beh. fatto. Dhe do të bëhet pra sipas besimit tënd. Basta credere. Mjafton të besosh. Se Dio risponde, Nëse Zoti përgjigjet, bene. mirë. Se Dio non risponde, Nëse ai, pra bene lo Zoti nuk stesso. përgjigjet, mirë përsëri. Perché Dio noi non l'amiamo per emozione. Sepse Zoti ne nuk e duam për shkak të A Dio emocioneve. lo amiamo per la convinzione di quello che Lui è. Pra ne e duam Zotin për atë që ai është. E anche se è difficile, Pra edhe pse është e ma vështirë, abbiamo lo Spirito Santo por kemi frymën e shenjtë che viene con sospiro ineffabile. që vjen, Sospiro ineffabile al nostro aiuto che pra viene që vjen në ndihmën tonë per portarci avanti. për të na çuar Quindi përpara. non mollare, Kështu që mos u anko, Alziamoci, të çohemi, popolo di Corcia populli i dell'Albania. Korçës i Shqipërisë, Dio non vi ha dimenticato. Perëndia nuk ju ka Dio harruar, vi ama a Zoti ju do, e anche noi vi amiamo. edhe ne ju duam. Dio vi benedica. Perëndia e bekoft. Unë ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme. Ju uroj shumë bekime dhe uroj të kaloni ditë të bekuara, ditë të bukura në gjithçka që keni dëshirë për të realizuar. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, Pastor Urtanit, falenderoj edhe ty për gjithçka faleminderit. që ndave sot, ndoshta ndryshe nga ato bisedat e tjera që ne jemi mësuar të zhvillojmë së bashku, ishte vërtet një bekim për dëgjuesit tanë dhe ju uroj të kaloni vërtet sa më bukur ditë bekuara me të rinjt, por edhe me çiftin e pastoral që ishin sot në studio. Ishte kënaqësi dhe bekim. Ju uroj bekime. Ne do të shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen nga Shërbëtori Mbret, nga Kishon Gjillore Livoni Kmaliq, bashkë rikthehemi së bashku vetëm pas pak.